Pra vëllezër të ndershëm, pse arritën ato? Nga se ato manipuluan, si thot Ibn Taymija, manipuluan me xhamatin e tyre dhe thanë: fjala la ilaha illallah ash e përbom prej di shtyllov, si shtam dersët e kaluar. E para është mohim, la ilah, s'ka të adhëruar, s'ka të adhëruar me të drejt, illallah. Ato thanë, kur të thëjsh la ilah illallah, tha me bo me vdek la ilah, tha bo është kafir, vdes dhe shkon gjene. Para ta shka me thonë, tha thanë thuani veç pjesën e fundit, illallah, Allah, apo hu. Derisa, tek ato çudira ndëgjon normal, se emni më i madh i Allahut sipas atyre është hu, edhe pse emni hu nuk është emër, por është për emër. Nga e bën ata emnin më të madh. Për këtë arsye, për emnin e madh të Allahut kur kanë fol, kam tregu se si ata kanë rreshtit në këtë tematik. Vëllezër të ndershëm, ato manipuluan me xhamatin e tyre dhe thanë se nëse thu la ilah, edhe dul frima. Për këtë arsye tha mos e thuj. Vëllezër të ndershëm, Ibn Taymija ju këndërvi dhe Imam Kortobi u thot, kanë rënë u i dit ulemat, se fjala la ilaha illallah nuk kanë vetëm që thuat me majën e gjuhës, po fjala la ilaha illallah është besim. Pra i cili vdes, doke besu se Allahu i vetëmi është që meriton adhurimin, dhe thot la ilah dhe vdes, a i ka vdek me fjallën la ilaha illallah, për shkak se Allahu azza wa jall nuk i akmirët për atë të cilën nuk kanë dorën e njeriu. Para ta Ibn Taymija tha, o ju të devijuar ndëgjoni, o ju të shurdhuar ndaj argumenteve të Allahut, të ndëgjoni e para. Tha nuk e keni tamam këtë që e thoni, nga se pejgamberi Allahut ka thonë innamal a'malu binniyat. Çka ta mërmenja? Njani që e shqipton fjallën la ilaha illallah duke bo hajgare, shkon xhennet? Nuk shkon xhennetin Allahut. Pra ai cili e shqipton fjallën la ilaha illallah me një jetë të mirë, me sinqeritet. Pra ai cili e thot një pjesë si pëzoj, se e thot la ilah edhe vdes, dhe e ka për qëllim me thon la ilaha illallah, ai xhenet li. Për çka se veprat janë si pas mirë. 2. A ju jeni më të ditur, apo pejgamberi Allahut? Si pas atyre ato janë më të ditur se pejgamberi Allahut. Do qofmi pak më vonë. Çudira ndëgjon të to. Për ata ato kur i drejtuan njanit dhe i thanë se ju ilmin pemini prej Abdurrezaku. Abdurrezaku, njani prej ulemave të mëdhej të hadithit pejgamberit Allahut. Dhe ato i thanë, pse s'po shkon në ders të Abdurrezaku? Tha ju po shkoni me mor dituri të Abdurrezaku, na pe mormi prej Rezakut gjithë drejt. Pra e prej Allahut azza wa jall. Për shkak se ato pretendonin se Allahu është me to, dhe do të shohmi më vonë se ato evlijat i konsiderojnë më të mëdhej se pejgamber. Pse? Do të kuptosh sot inshallah. Pra e dita se nuk e kanë tamam këtë të cilën manipulojnë me xhamatat. Pejgamberi Allahut ka thonë, ai cili janë në gjendjen e vdekjes, në shtratin e vdekjes, çka me i thonë ja Rasulallah, çka na mëson pejgamberi Allahut, çka me i thonë, çka me mësu ata me thonë, me i thonë hu, apo me i thonë thuaj la ilaha illallah. Ta shtrohet pyq, nëse është rrezik a me shqiptu, apo me vdek në gjistën e shahadetit, la ilah, vdes si qafir si pas atyre, pse atëre pejgamberi Allahut na porositi, na urnoj, na mësoj, që ato kur janë në gjendjen e vdekjes, na me i thonë thuani, la ilaha illallah. A nuk e pat parasysh pejgamberi Allahut se ato janë gjendjen më të vështirë në jetën e tyre? E pse atërës në tregoj që me i dhonë fuqi, a i para se me vdek me i thonë, këshire ku thujsh la ilaha illallah forcohu,
që të tërnqosh se si të njëtsh në gjis, vdes si qafir. E treta nga jo. Si sot Ibn Taymija, nuk ka ardhë një dhikër, nuk ka ardhë një dhikër, vetëm në fjali të plot. Elhamdulillah, subhanallah, tregonë një hadith pejgamberit Allahut, që pejgamberi Allahut ka porosit që të bojmë dhikër me emën apo për emën. Hajde gjejmë një hadith që ka thonë pejgamberi Allahut, lumjaj që ungjët me një vend dhe thot 100 herë, Allah, Allah, s'ka dhikër vetëm me përmen emnin Allahut, po ka ardhur fjali e plot, me kuptim të sakt. Për ata pejgamberi Allahut ka thonë, ai që thot astaghfirullah, ai që thot subhanallah, ai që thot elhamdulillah, ai që thot la ilaha illallah, s'ka hadith, s'ka ajet, s'ka argument që ka dhikër vetëm me emër. Mos flasmi me për emër. Hu. Çka do me thonë hu ai. Pra dhe do të ndërshëm, gjithashtu me përmendjen e emrit Allah, apo për emrit, nuk dallohet besimi dhe jo besimi. Pra si e shëndruat la ilaha illallah, jo e të kurrët, deri se e banët hu. Si të dallojmë kjo fjallë, atë në kanë ka e gjithë. Kjo fjallë kanë ka e gjithë. Për ata Ibn Arabiu, kur tham Ibn Arabiu, ka njani prej ulemave të mëdhej të Ehlisunetit, që i thojnë Ibn el Arabi, ndërsa ki Ibn Arabiu është ai i cili ulemat kanë dhënë fetva se ka dalë pi dinit Allahut Azza wa Jall. Edhe pse kjo ulema e fetvave nuk hin punë shumë, ledhë të ndërshëm, se ju sot do ta kuptoni se pse ata janë njerëz të cilët të dalën prej dinit Allahut që nuk ka nevojë për fetva.